Pas 8 muaj shëtime të thelluara, është finalizuar me sukses operacioni ndërkombëtar i koduar rjeti, i cili çoi në goditjen e një grupi të strukturuar kriminal që merrej me trafikimin e grave nga vendet e Amerikës Latine dhe Azisë Qendrore. Operacioni u zhvillua nga seksioni për hetimin e trafiqeve të paligjshme në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, në drejtimin e prokurorisë dhe në bashkëpunim të ngushtë me prokurorinë dhe policinë kombëtare të Kolumbisë, policisë kroate, Europol dhe Eurojust. Sipas hetimeve, grupi kishte ngritur një rrjet të organizuar që vepronte në disa shtete. Femrat rekrutoheshin në Kolumbi, Kazakistan dhe vende të tjera me premtime për punë ose për jetë më të mirë. Ato transportoheshin në Tiranë dhe më pas detyroheshin të ushtronin prostitucion, kryesisht përmes publikimeve të platformave online. Në Tiranë, një hotel i ndodhur në rrugën Reshit Çollaku ishte përshtatur nga anëtarët e grupit për akomodimin dhe shfrytëzimin e grave. Gjatë kontrollit në këtë ambient u sekuestruan prova materiale, përfshirë shumë aparash, 7 telefona celular dhe dokumentet e tjera të vlefshme për hetimin. Në kuadër të operacionit u arrestuan në Shqipëri 9 persona, prej të cilëve 7 me mas arrest me burg dhe 2 me mas detyrim paraqitje për tu paraqitur pranë policisë gjyqësore. U shpallën në kërkim 2 persona të tjerë, pjesëtar të këtij rrjeti kriminal. U arrestua në Kolumbi organizatori kryesor i veprimtarisë kriminale, shtetasi kolumbian Lucas Betancour, 25 vjeç. U procedua penalisht 48 shtetas të huaj për ushtrim prostitucioni. Nga hetimet rezulton se Lucas Betancour kishte rolin kryesor në rekrutimin e vajzave, organizimin e udhëtimit dhe detyrimin e tyre për të ushtruar prostitucion në Shqipëri. Në rast refuzimi, ai ushtronte presion dhe kërcënime ndaj tyre dhe familjarëve të tyre në vendet e origjinës. Dritan Sukaj bashkëpunonte me Betancour për sigurimin e kushteve për akomodimin dhe menaxhimin e rrjetit të prostitucionit. Ilmar Gugashi ishte përshtatur hotelin në rrugën Reshit Çollaku si vend për strehim dhe shfrytëzimin e viktimave. Asela Dryshen dhe Kevin Ndreu shfrytëzonin për prostitucion disa gra nga Kazakistani të strehuara në këtë hotel. Denis Berisha siguron të lënë narkotike për disa nga vajzat dhe urgjente klient. Kenado Prela, i arrestuar më parë, ishte përgjegjës për mbledhjen e të ardhurave me aktivitet kriminal dhe transferimin e tyre përmes kriptovalutave në llogarinë e Lucas. Operacioni Rrjeti konsiderohet një ndër ndërhyrjet më të rëndësishme të këtij viti kundër trafikimit të shëndjeve njerëzore dhe prostitucionit të organizuar. Policia e shtetit vlerësoi kontributin e partnerëve ndërkombëtar si Europol dhe Eurojust, të cilët luajtën rol kyç në koordinimin dhe shkëmbimin e informacionit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë shkallës së gjykatës të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë për hetime të mëtejshme.